Në një kohë ku tregu i punës kërkon më shumë se thjesht profesionist, por individ me vizion, ndjeshmëri dhe ide origjinale, drejtimi tekstil, dizajn dhe modelim në Universitetin Nën Tereza në Shkup po dëshmon se kreativiteti mund të ndërtohet, drejtohet dhe mbështetet. Doktore magjistre Genta Spahia Mirzo, pedagoge dhe piktore e përshkruan këtë drejtim si një hapësirë ku studentët mësojnë të shprehin veten përmes pëlhurës, ngjyrës dhe formës. Ajo thekson se metoda më efektive për të nxitur krijimtarinë është besimi tek potenciali i secilit student, duke i shtyrë ata të eksplorojnë dhe të dalin nga kornizat klasike. Fillimisht ju them faleminderit që erdhët në ambientet tona, në ambientet e atelierit të tekstil dizajn modelimit, pranë Fakultetit të Shkencave Teknologjike në Universitetin Nën Tereza këtu në Shkup. Faleminderit të gjithë ju personelit tuaj që keni ardhur sot në ambientet tona dhe për sa i përket pyetjes tënde është shumë atraktiv, sidomos për moshën e re, por do jetë atraktiv gjithmonë dhe do ketë gjithmonë hapësirë për të shfaqur e bukura. E bukura nuk vdes asnjëherë dhe në ambientet e atelierit të tekstilit gjithmonë kemi shanse që të krijojmë të bukurën. Dhe kështu do ta përmbledhja me një fjalë magjike që e bukura nuk vdes asnjëherë dhe ka gjithmonë vend për të bukurën. Metodat janë të ndryshme, por fillojmë me shfaqjen e tematikës e cila është shumë e rëndësishme për studentin. Gjithmonë i japim një tematikë dhe ai shpalos atë dhe krijon dhe punon, eksperimenton me formën. Unë shpeshherë them para studentëve që veshjet janë skulptura të buta dhe gjithmonë duhet i duam ato si skulpturat të cilat janë të forta dhe konstruktive, ndërsa në kukull ashtu rrinë edhe në trupin e njeriut dhe janë gjithmonë të dashura dhe prandaj krahasoj me skulpturat e buta. Kanë formë, kanë volum dhe kanë çdo gjë të cilën arti e dëshiron. Dhe prandaj siç e shohim ne kemi këtu punët e studentëve, të cilët janë edhe mullazh, pra ndërtim në kukull, por edhe të krijuara me anë të teknikave dhe metodikave të strukturuara deri në momentin final. Çfarë i bën ato më atraktiv është dhënia e një tematike, zhvillimi i tyre, prej tek skica fillestare deri tek skica përfundimtare dhe më pas edhe tek qepja, realizimi, prerja, qepja dhe realizimi. Fakulteti Teknologjik në këtë lloj drejtimit shpalos mundësinë që studenti të ketë mundësi të njohjes edhe të teksturës, por formës edhe të gjithë ecurit pastaj deri tek momenti final i cili është përmbyllja e çdo studenti. Gjithmonë jemi të prirur drejt ndërtimit të një lloji marketingu i cili hyn në vetdijen e studentit, që tashmë në kohët moderne ku ne jetojmë, marketingu më i mirë është marketingu i vetvetes dhe gjithmonë duke i dhënë mundësinë që të ekspozojnë, por edhe kjo ardhja juaj sot këtu i bën ato që të jenë afër tregut, pra t'i njohin njerëzit, të njohin mediat gjithashtu se çfarë ato krijojnë dhe se si ato shkojnë drejt përfundimit final të krijimtarisë së tyre. Dhe kështu përgatisin edhe veten e tyre drejt tregut i cili është shumë i egër, faktikisht ne në botën e modës kemi shumë kreatorë të cilët janë të shfaqur tashmë dhe me qënë se ecim në për një lloj tentativet të pashmangshme teknologjike, i inkuadrojmë ato që të futen drejt biznesit ose tregut personal, por edhe të mësojnë mbi tregun e punës. Dashje pa dashje ti lidhesh me studentin dhe gjithmonë gjen mënyrën se si t'i afrosh drejt vetes dhe ka shumë raste kur ti bëhesh një me studentin edhe gjithmonë unë shpesh e them edhe tek studenti që sa më shumë ato hulumtojmë, aq më shumë ne profesorat mësojmë, sepse edhe ne na bëjnë që të hulumtojmë dhe të shkojmë drejt zbulimeve të reja ose krijimeve që ato sjellin me sensin e ri të kreativitetit të tyre që është jashtë imagjinatës, domethënë ato ndryshojnë nga njëri tek tjetri me imagjinatën e tyre dhe patjetër që ti bëhesh një me to dhe futesh denjësisht në rrënjët që ato thisin për veten e tyre, por edhe shfaqin tek veprat artistike të tyre. Këshilla çfarë unë i jap studentëve të mi është mos u dorëzoni asnjëherë, gjithmonë ka vend për të gjithë.
vetëm puna dhe vetëm puna bën që edhe talenti të del mbi të. Ndërsa thirrja i bëj gjithë studentave të ardhshëm që të mendojnë është momenti që ato të japin fjalën e tyre dhe vendosjen e tyre të fundit dhe gjithmonë të mendohen për tregun e ardhshëm. Ne këtu përgatisim studentë të cilët janë shumë atraktiv për vendin ku ne jetojmë, dhe drejtimi i tekstil dizajn modelimit pranë Universitetit Nën Tereza në Fakultetin Teknologjik është i vetmi drejtim në universitetet shqiptare dhe prandaj ne majmë stafetën që gjithmonë jemi të parët dhe besoj që ka vend për të gjithë. I bëj thirrje gjithë studentave të cilët janë të interesuar të vinë pranë atelierit tonë, të shikojnë ambientet tona, të shikojnë lidhjen midis studentave dhe profesorave që ne krijojmë këtu dhe të kenë hapësirë që të eksperimentojnë dhe të provojnë ato përpara se sa të regjistrohen. Puna praktike është thelbi i këtij programi. Studentët jo vetëm që mësojnë teknikat bazë të dizajnit dhe modelimit, por edhe si të ndërtojnë një portfol profesional të aftë për të prezantuar me dinjitet në sytë e klientëve, jurive apo punëdhënësve të ardhshëm. Për profesoreshën Mirzo, momentet më të çmuara janë ato kur sheh studentët e saj të rriten si njerëz e si krijues, kur puna e tyre shndrohet në pasion të vërtetë. Atëherë ne shohim punët studentore, ku janë të vendosura në kuklla, në manekena. Këtu për shembull kemi një mullazh i cili është krijuar në moment nga studentat, një grup studentash, pastaj kemi një punim tjetër me anë të një tematike të caktuar, një mullazh dhe këtu përsëri një formë tredimensionale, një formë e cila vjen me një pelerinë e krijuar nga një student i joni, i cili tashmë është në prag të diplomimit të tij, dhe më pas do të shkojmë tek dy krijime të tjera të një prej studentëve, e cila është në vitin e tretë të studimeve, ku nga baza fillestare, e cila është një copë e pa përpunuar, një pëlhurë e pa përpunuar, fillon me tematikën, zhvillimin e tematikës së saj e krijon në bazë artistike dhe teknologjike, duke eksperimentuar me pëlhurën, ku shohim pikturë të pikturuar me motivet e Klimtit, një prej piktorëve dhe tekstilistave më të vjetër të historisë së artit. Vajza e cila i punon këto krijime mund të themi që është e dashuruar me pikturën, eksperimenton me pëlhura të cilat i përpunon dhe i kthen në vepra artistike tridimensionale, të cilat rrinë shumë mirë bashkë njëra me tjetrën, ku nuk janë krijuar vetëm nga një student, por janë nga 3 studentë të ndryshëm, me anë të tematikave të tyre, eksperimentojnë me bazën fillestare, e cila fillon me një bazë pëlhuret e pa përpunuar dhe kthehet në vepër tridimensionale, duke pikturuar mbi pëlhurë, duke nxjerrë forma dhe duke krijuar këtë që ne shohim në kukull. Pjesë e këtij udhëtimi krijues është edhe doktore magjistre Emira Ymeri, e cila vjen nga fushat e kostumografisë dhe e sjell këtë përvojë të pasur në auditor. Ajo beson se dizajni i mirë lind nga përjetimi i thellë emocional i materialit dhe pikërisht këtu nis edhe edukimi, aty ku kostumi bëhet histori e jo vetëm veshje. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë njëra me tjetrën, sepse jemi kryesisht 3 femra dhe një profesor Sulejmani. Kemi bashkëpunim të mrekullueshëm për arsyen se secila prej nesh ka drejtimin e vet ndryshe nga tjetra. Andaj mundohemi që në sferën që jemi të kontribuojmë maksimalisht si për programe studimore ashtu edhe për studentët. Puna praktike mund të them që është luan rol 90% në krijimin e një artisti. Për arsyen se unë e vlerësoj talentin dhe gjithmonë mundohem që në vitin e parë t'i vërej studentët dhe t'i shoh se cili është më i talentuar, megjithatë ajo që është më me rëndësi është puna, impenjimi edhe përkushtimi në kontinuitet. Kështu që puna praktike ishte pyetja apo, puna praktike sa luan rol, është e domosdoshme, gjithashtu ne jemi munduar edhe në programin ton studimor që të bëjmë sa më shumë punë praktike në mënyrën që studentët kur dalin nga këtu të jenë të përgatitur
edhe mos të kenë pastaj probleme pas kryerjes së studimeve në vazhdimin e këtij profesioni dhe të qenurit të suksesshëm në këtë profesion. Ne edhe më parë kemi bërë ekspozita me qëllimin që të prezantojmë punën e studentëve para publikut. Tash kohën e fundit jemi duke u mundu për t'i përgatit studentët që të prezantohen në festivalet e modës, 2 nga festivalet e modës që organizohen në Maqedoni. Dhe është një eksperiencë goxha e mirë, mendoj që i ndihmon goxha shumë studentëve në rritjen profesionale të tyre, sepse që nga tani ata e shohin se si shkon procesi i punës, se sa sfida ka të krijuarit të një koleksionit. Andaj bëjmë një punë të përbashkët, normalisht se për të marrë pjesë në këto festivale duhet edhe pagesa që të bëhet. Kështu që ne gjithmonë mundohemi që të organizojmë të kenë sa më pak harxime, bashkërisht bëjmë një ekspozitë apo një prezantim të përbashkët të koleksionit. Dhe nga ajo që kam marrë si feedback nga studentët është se kanë përjetuar diçka që gjatë studimeve ne mundohemi që t'ja mësojmë, mirë po ndryshe është kur del para audiencës, ndryshe përjeton procedurën e punës kur e di se je duke marrë pjesë në një event serioz me një publik serioze e cila merret vesh në art, në modë, në gjithçka, edhe janë ashtu më të, po themi, mobilizuar dhe më kanë thënë se kanë përjetuar një eksperiencë që nuk e kanë përjetuar më parë dhe gjithashtu kjo eksperiencë i ka përgatitur për rrugtimin e tyre si artist, si dizajner, si kostumograf në të ardhmen. Drejtimin ton është një prioritet në Universitetin Nën Terezë tek drejtimi i tekstilit, dizajnit dhe modelizmit, sepse kemi bërë një ndërthurje të shumë drejtimeve tjera duke marrë nga pak nga kostumografia, nga dizajni i modës, nga krijimi i shavllonave tjera. Unë jam po nga kjo fushë, nga fusha e kostumografisë. Jam shumë e lumtur që e kam bë këtë punë, vazhdoj ta bëj këtë punë, se unë jam gjithashtu dizajnere e modës, po e gjeta veten si kostumografe. Andaj ju tham studentëve gjithmonë, nuk jeni të limituar, arti nuk ka limit. Pasi të kryeni studimet, jo domosdoshmërisht gjithë secili prej jush do të bëhet dizajner i modës. Ndonjëri do ta gjej veten në kostumografi, gjë që janë gjëra që duken shumë të përafërta njëra me tjetrën, mirë po kur i merr edhe hy edhe i shef i studion i analizon e shef se ka një dallim të madh njëra me tjetrën. Dhe mund të them se jam shumë e lumtur që së pari kam këto lëndët e kostumografisë ku përcjell eksperiencat e mia tek studentët, edhe pastaj i orientoj studentët pse jo të vazhdojnë edhe në këtë drejtim në të ardhmen. Unë e kam thënë gjithmonë se sukseset e mia derisa nuk kam hyrë të punoj si profesoresh në Universitetin Nën Terezë, sukseseve të mia ju kam gëzu maksimalisht. Po një ndjesi tjetër e veçantë ishte kur i shef studentët e tu duke arritë edhe duke korrë suksese. Dhe ma besoni, sukseset e tyre, sidomos në koleksionit që i prezentonin më parë në Fashion Week, ka qenë momenti ku jam gëzuar më shumë se sa për sukseset e mia, kështu që kjo është një krenari e madhe për mua. Kur e di se studentët që kanë kaluar në duart tona, po themi, nuk po flas vetëm për vete dhe për profesorët tjerë, e shoh që kanë sukses, vazhdojnë të punojnë, vazhdojnë të krijojnë, kjo është krenaria më e madhe. Për studentët ky drejtim është më shumë se një zgjedhje arsimore, është një mënyrë për të zbuluar veten. Fillimisht, kur kam qenë e vogël, zakonisht kam bërë piktura, kam bërë kombinimet që në vegjeli, domethënë isha 4-5 vjeç, edhe pse isha në atë moshë, dija të kombinoja ngjyrat, edhe kështu vazhdimisht thoya që do bëhesha piktore. Mirë, po me kalimin e kohës, ajo dëshira për piktore si filloi të më zbehet dhe çka të bëj diçka që mos tike prapë nga ai arti që e bëj, ishte kjo pra veshjet, pra fillova të vizatoja veshjet, kështu që çka mund të bëj në kombinim ishte moda, pra bëja skica, fillova të bëja skica në rekomendim të një familjare, ku ajo mi pa fillimisht mua portretet, si bëj pikturat, dhe më thë, pse nuk prova një skicë ta bësh. Edhe fillova, e prova njerë dhe e parë që po më pëlqen edhe ishte disi se ta them një sekret imi brenda meje që unë ende nuk e kisha zbuluar që mund të kem talent për modë. Kështu vendosa që pas mbarimit të shkollës së mesme të mjekësisë të vazhdoj në Fakultetin e Shkencave Teknologjike në Universitetin Nën Tereza, drejtimi tekstil, dizajn dhe modelim. Unë vetë se e kam hapë një biznes timin të vogël të bukurisë, pra një kohësisht punoj edhe si frizere, dhe dua që ky biznesi im i vogël të merr një kuptim më të plot
të ketë shërbime më të plota duke përfshirë edhe modën. Pra, biznesi im synoj që biznesi im të kujdeset tërësisht për bukurinë e femrës, duke filluar prej kokës deri tek gishtat e këmbëve. Të them të drejtën, të bëhem si ta them, me modesti ta them, besoj në vete. Besoj në gjithçka që e bëj, edhe pse unë normalisht kam një problem shëndetësor, mirë po nuk e shoh si pengesë atë problem shëndetësor fare. Unë mendoj që njeriu atë që don me bë e bën, mjafton ta kesh mendjen e shëndosh dhe duart. Gjithçka tjetër zëvendësohet, mirë po duart dhe mendja nuk zëvendësohen, kështu që nëse i ke ato, unë e them edhe besoj që jam edhe mund të jam si model motivimi për të rinjtë e sodit që thonë kjo derisa është me patarica. Pse ajo arrin gjithçka që don e unë të rri kot në shtëpi. Kështu që edhe ato mundet të më marrin si model që unë të më marrin si model inspirimi që të vazhdojnë përpara të ecën edhe më shumë se relativisht atë që don mundesh ta bësh, nuk duhesh të thosh trunit asnjëherë unë nuk mundem. Kështu unë zgjedhja për të studiuar tekstil design ka qenë domethënë një kombinimi të dyjave. Kisha një dëshirë të madhe për modën edhe artin që në fëmijëri. Kam dashur shumë që këtë drejtim ta studioj në të ardhmen. Pas shkollimit kjo filloi të bëj një pasioni ime, ku fillova të kuptoj potencialin e rëndësishëm të dizajnit të artit modës në përgjithësi. Si ndihesh në këtë drejtim? A ndihesh e lirë të shprehësh veten përmes krijimtarisë? Ndihem shumë e lumtur dhe e plotësuar. Do të thonë aty lirshëm unë mund ta eksperimentoj me ngjyrat, format, me materiale të ndryshme dhe për këtë shkak shumë më lirshëm mund me shpreh atë çka dua të tregoj. Ky drejtim më jep mundësinë që unë të shprehem pa fjalë përmes formave dhe ngjyrave. Është kënaqësi që të punosh me artistë tjerë, siç janë edhe studentët e Fakultetit Nën Tereza. Ajo është kënaqësia më e madhe dhe marrim shumë nga njëri tjetri. Të krijosh nga zero për mua është sikur të japësh jetë, dhe nuk është vetëm një profesion, por është një pasion. Çfarë do të kishe thënë të gjithë ata të cilët duan që të bëhen student të rinj? Në fillim është shumë vështirë, janë kushtet e reja, gjithë rrethina është e re, por mund t'ja dalësh me të vërtetë. Të krahasosh si kam qenë unë në vitin e parë dhe tani kam arritur goxha dhe mendoj se edhe ata munden. Nëse mundem unë, mundet gjithkush. Në këtë departament, çdo projekt është më shumë se një detyrë, është një reflektim i shpirtit. Prej skicës së parë deri te materiali përfundimtar, procesi kalon përmes duarve të kujdesshme, ideve të freskëta dhe një përkushtimi që nuk mësohet vetëm në teori. Në Universitetin Nën Tereza, tekstili nuk është thjesht material, është një mjet komunikimi, është pasqyrë ndjenjash, është formë që merr frymë nga dora e një studenti të përkushtuar dhe mendja e një pedagogu që beson në të.